Se ekziston mo. Në vitet 2018, unë kum qenë pjesë e një projekti ku qeveria me një udhëzim administrativ ka dash me hjek, domethënë për filozofin për shkollave të Kosovës. Sepse ka përna vyt. Që që funksionon shteti Kosovë. Bre, kanë heka dhe gjuhën Shqipen këtë fakultetet analfabeta masa një studentët që ka përna vyt. Me jetë një mendim se kemë shumë kompetencë. Qëto janë ato që e kanë lanë gjysmoka, apo e kanë lanë e arsimit analfabetizmin. Është një për dikasterve ku rezultatet vrehen mas disa gjeneratave. Okej, një pyetje është, sot a jemi më mirë, apo më keq se sa në 2000? Ama jo, për smurësh ashtu për me kështu. Jo, marë, kiti njerëzë proaktiva, ki shkolla private, ki plot për mirë, ka interneti, po sistemi nuk është në regull. Nuk jemi mjaftuar shumë ma mirë. Sistemi publiku katastrofë, që to po dojmë me thonë. Nëse shohim edhe institucionet tona. Institucionet publike dhe katastrofë, qysh? Por në? Qysh jemi ma mirë kur njerës nuk e kuptojnë që ka lexojnë. Nëse shohim publikimet e tyre, sa të jenë një farë barometri, ka një zhvillim të madhë. Ka në levizje po. Ka në levizje po. Po qysh me masim? Ku për shep me masim, se për të më interesoj ka. Pasimi dëgjojnë, po dëgjojnë po leta i thot konkretisht. Unë pajtojnë me mua në këtë rast, po. Ku është e progresi? Që na shpeshu? Je lëmë goja në kofë që ashtë të Po dhe i lëmë goja në kofë që ashtë të bërë koka. Mula më javë thonë në përvojtimen që për çdo vit mund vinë studenta më të mirë. Për çdo vit. Sa? Po, është rrit një masë kritike arsye pse vinë, qysh vinë? Vinë për shkak shkollave private, vinë për shkak proaktivitetit vetë, vinë për shkak internetit. Shkollat private jo gjithsesi janë më të mira se këto. Ato kanë luksin më të mirë. Janë më të mira. Një pjesë e konsideroshme shumë më të mire. Muja, me rezervë. të lutem, mund është i marrë me rezervë, po unë në bosa sa që pishe një pjesë e konsideroshme, jo krejta. Do të flasim, mos thuaj tash se ke punuar dhe ke programim. Jo, Atë njerëzit kanë ardhur të besu ty. Prej 45 student